Të dashur qytetar, të nderuar demokrat, i nderuar lideri i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, të flasësh para jush është një përgjegjësi, sepse ju keni zgjedhur që të mos qëndroni, keni zgjedhur të protestoni. Keni zgjedhur që të flisni në emër të atyre mijëra, qindra mijëra shqiptarëve që protestojnë çdo ditë për gjendjen e tyre, por ndoshta ende nuk kanë gjetur kurajon që të bashkohen fizikisht në protestën tonë. Unë përshëndes edhe protestën e aktivistëve Shqipëria bëhet dhe dënoj dhunën policore ndaj tyre, sepse sheshi është për të gjithë, sheshi është për të gjithë protestuesët kundra Edi Ramës, pa asnjë dallim, për çdo opozitar, për çdo qytetar, të bashkohemi sepse është një keqe e madhe që mund ta luftojmë vetëm të bashkuar dhe pa dallime. Para meje foli Eliani dhe e dëgjova me shumë vëmendje. Është shqetësimi i mira studentëve. Unë jam pedagoge dhe pyetja që i bëra studentëve ishte sa nga ju doni të ikni nga Shqipëria. Dhe fatkeqësia ishte që të gjithë ngritën dorën. Të gjithë donin të ikni nga Shqipëria, dikush sepse kishte të pamundur të mjekonte nënën e vet të sëmurë me kancer, dikush sepse nuk e shikonte të ardhmen këtu si student të masterit që janë për fëmijët e vet, të gjithë kishin arsye. Askush nuk kishte shpresë për Shqipërinë. Varfëria është umbulur këm kryq. Ne jemi në muajin dhjetor, jemi në muajin e festave, ku çdo familje normale do duhet mendonte për një dhuratë për fëmijët, do duhet mendonte për darkën e festës, por në fakt askush nuk e mendon këtë. Mendojnë se si do të shtyjnë muajin. Mendojnë që nuk kanë pas kur mundësi në jetën e tyre t'i bënin një dhuratë fëmijës. Sipas të dhënave të Eurostatit, 48% të fëmijëve nën 18 vjeç në Shqipëri jetojnë në varfëri ekstreme. Dhe kur një parlament nuk bën dot një ligj që t'i garantoj të ardhura familjeve të nevojë, nuk bën dot një ligj për minimumin jetik që askush në Shqipëri mos marri nën 200 euro, është një parlament kriminal. Është një parlament i cili punon për interesat e një grushti njerëzve. Është një parlament që vetëm të jetën e kaluar kaloi amnistin fiskale për të falur miliona euro të atyre që kanë bërë biznes me qeverinë, ato miliona euro që mund të ishin në shërbimin tuaj, në shërbim të shëndetësisë, në shërbim të bursave të arsimit, në shërbim të familjeve në nevojë. Imagjinojeni miq që një fëmijë e tij merr vetëm 60.000 lekë të vjetra në muaj. Është e pamundur të mbijetojë. Imagjinojeni që keni pensione të cilat shkojnë nga 50.000 lekë të vjetra në fshat e deri në 100.000 lekë. Është e pamundur. Gjithçka është vlerësuar dhe asnjë para nuk shkon për qytetarët. Kemi qenë shtator që jemi mbledhur në kuvend dhe nuk kemi miratuar një ligj që t'i shërbej interesit qytetarëve. Kalohen vetëm ligje për oligarkët. Propozon Partia Demokratike mocion me debat për skandalin të onkologjiku. Rrëzojnë ata. Propozon Partia Demokratike amendamente për buxhetin. Kam propozuar personalisht amendament për oficerët në shkolla, për sigurinë në shkolla, po na vrasin fëmijët në shkolla. Vrasja e fundit ishte 15 vjeçari në Durrës, në dyert e shkollës. Nuk e miratojnë. Janë sa 1/100 e tynelit Llogoras. Dhe nuk e miratojnë. Nuk miratojnë asgjë që të çon para tek mësuesit, tek fermerët. Zona ime, unë jam deputete e qarkut Vlorës, dhe zona ime është përmbytur dhe është djegur. Vetëm në 6 muaj, Delvina është shkrumuar dhe më pas është përmbytur. Po si Delvina dhe Finiqi dhe Saranda, zero, asnjë lek, që nga qershori deri tani. Bëm amendament në kuvend për të dëmshpërblyer ata njerëz për t'i vënë një faturë financiare dhe nuk e miratuan. Nuk kanë para. Nuk ka para buxheti i shtetit për qytetarët. Ndaj dashur qytetar, parat janë. Buxheti është, milionat janë, por janë qeveritarët të korruptuar që i vjedhin ato në atë ditë, që i abuzojnë ato dhe që i çojnë në disa duar. Ndaj duhet të mblidhemi.
jo vetëm në këtë foltore, po të jemi të shumët, të jemi të fuqishëm me 22 dhjetor, të bëjmë një protest kombëtare e cila t'i tregoj që populli opozitar e refuzon këtë model, që qytetarët e refuzojnë këtë model, që ne kërkojmë një qeveri teknike e cila garanton së pari që t'i çojë parat e buxhetit e qytetarët dhe kushte për zgjedhje, që qytetarët të zgjedhin të lirë, mos të zgjedhin në kërcënim, në frikë, në manipulim, në bukën e gojës, por të jenë ata që të vendosin se kush do t'i qeverisë. Ndaj është detyra e secilit që jemi këtu sot, por edhe atyre që na ndjekin, që të lajmërojnë këto ditë këdo, mik, shok, familjar, për t'i thënë që protesta juaj, protesta e qytetarëve, protesta e njerëzve të lirë, është në 22 dhjetor në orën 18 në këtë shesh. Të jemi të shumë, të jemi për fëmijët tanë dhe të bashkohemi pa asnjë dallim. Shumë faleminderit.